Përshëndetje dhe mirë se erdhët në tjetër video në kanalin tim. Sot është një video që unë po bëj për festën e Pashkës, po shkoj të bëj bekimin e bukës dhe mendova që t'ju tregoj një tip vlogu ku unë bëj pjesën e ushqimit dhe gjithashtu bëj lyerjen e vezëve. Tani do bëj edhe lyerjen e vezëve, do përdor këtë bojën me ngjyrë të kuqe, kam vendosur që t'i bëj vetëm të kuqe. Do lyej diku te 15 kokra. Boja, do të thonë vezët duhet të jenë të ziera dhe duhet të hidhni edhe ufull brenda në bojë. Kjo bojë nuk është me zirje, por thjesht vendos ufull e boja duhet të jetë ngrohtë, pra uji duhet të jetë i ngrohtë dhe duhet të hidhni bojën dhe më pas ta lini diku te 1 orë 30 minuta në varësi të siç e shihni ju se si kanë marrë vezët. Do I vendos nga 5 kokra kështu dhe tani do shkoj të bekoj bukën, ndërkohë që do të lë vezët këtu që të marrin atë ngjyrën shumë të bukur të kuqe dhe më pas do t'i dekoroj me gjëra të ndryshme festive. Ushqimi tradicional quhet përpeç, pra e kam ndarë nga një copë, këtu e kam bërë me vezë shkurtë, ndërsa tjetrin me vezë pule dhe do ta vendos në shport. Kjo është edhe paraqitje se si kam bërë shportën me ushqime. Një këta njerëz që mbrojshme me përveç djallit. E kështu të punëve të mirë kërkojnë fitoren e Zotit tonë Jesu Krisht. Fitoren mbi vdekjen dhe ringjalljen e tij të lutemi. Gëzuar Pashkë të gjithë besimtarëve, në qoftë se dëshironi recetën e përpeçit, do ja lë poshtë në description. Mirupafshim.